Duke u marrë me njëra nga pjesët që do të xhirohesha unë, thot Davidi që ore, pse të bëjmë një serial. Edhe aty pastaj erdhi ideja, hajde bëjmë një serial. E nisëm si fillim fare një djalë i mirë, djalë i sjellshëm, djalë shembullor, një person që është një qytetar për Tiranën. E thjesht përballet pastaj me të gjitha pistollëqet e Tiranës. Me sfida. Po, edhe domethënë refuzonin që të jetoj në atë realitet ku është. Pastaj tham lere këtë djalin mirë fare, edhe merrni për një poca fare, një ligësir aty në Tiranë që ke qef ta shikon gjithmonë, po s'do të rish afër me të. Që të gjithë e njohin një si ai. Po e ke. Ose janë vetë, ose janë vetë. Po e kanë të gjithë, unë e kam vënë që të gjithë e kanë një lloj tipari të Nietzsche, se fundi fare njeriu është ky mund, nuk është dragua. Megjithse është tamam tipik nga ata çunat e viteve 90 besoj, 90 e pak, se ata kanë qenë kaq kështu të guximshëm. Se këta të sot pse këta të sot me çaka. Nuk e di, s'kan kaq guxim, sa s'ka Nietzsche. Po tani ke pra unë këtë po të them që ke plot se ndryshe s'do i nxirrin këto gjëra, e ke të lagja. Thjesht nuk e ke në Tiranë te nga qendra e shumicës e kohës. Ndoshta s'kan shumë dukshëm, po, ja. Po nuk i shikon ti gjithmonë. Po varet, avash. Nëse ne ngelëm studio, çfarë të shohim?